E mora atë suplementin që është duk për gjithmonë Hashimoton? Uroj të bëj punë, por në fakt thjesht ke shpenzuar ca para edhe kohë. Hashimoto është një sëmundje autoimune e tiroides që mund të jetë e trashëguar ose mund të vijë si një pasojë e një traume të fortë në organizëm. Dhe shkenca deri më tani nuk ka nxjerr asnjë medikament, asnjë terapi e cila mund të bëjë mrekullitë të shërojë tiroiden. Patjetër, nëpërmjet menaxhimit mjekësor mund të ulim antitrupat dhe të ulim inflamacionin dhe kështu mund të stabilizohet disi funksioni i tiroides, por nuk mund ta shërojmë pasi në një situatë X ky problem mund të rikthehet. Kjo quhet remision dhe jo shërim. Fjala shërimi i Hashimotos nuk ekziston në asnjë publikim shkencor. Ndaj, të lutem, mos i beso të gjithë njerëzit të cilët të premtojnë mrekulli për 30 ditë që do të shërojnë tiroiden, se lëngu i kockave bën magji për të rregulluar Hashimoton, se disa çajra apo suplemente të caktuara mund ta bëjnë këtë gjë. Ende shkenca nuk ka provuar asnjë gjë. Ndaj, mirë është të menaxhosh peshën, të menaxhosh stresin, të menaxhosh gjumin e mirë dhe po ashtu të flasësh gjithmonë me mjekun dhe dietologun dhe po flasim për specialist, jo për ata të cilët kur flasim për Hashimoton thjesht kanë diçka për të shitur.